Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić deklaroi se është e rëndësishme që ngjarjet në Kosovë të merren parasysh kur të vendoset për hapat e mëtejshme të Këshillit të Evropës. Ai këtë tha në taorminat e Italisë ku po merr pjesë në një takim ministror me rastin e 70 vetorit të konferencës së Mesinës. Đurić tha gjithashtu se Serbia u përball me përpjekjet e përfaqësuesit të Prishtinës për të denigruar vendin tonë. Ne ju përgjigjëm shumë dinjitozisht dhe dërguam një mesazh të qartë se nuk donim të bindim askënd të zgjerojmë Bashkimin Evropian nëse sulmojmë, fyem dhe nënçmojmë njëri tjetrin, tha Đurić. Ish zyrtari i administratës amerikane Jonathan Moore tha se Donald Trump mund të luajë përsëri një rol pozitiv në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Ai shtoi se Amerika dëshiron të shohë përparim në dialog dhe se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një hap kyç që Prishtina duhet të ndërmarrë ndërsa nuk pret që Serbia ta njeh Kosovën. Megjithatë, ai vëren se kriza gjeopolitike në lindjen e mesme dhe Europën lindore le pak hapësirë për përfshirjen e Amerikës në këtë pjesë të botës. Seanca konstitutive e mbledhjes së 9 të Kuvendit të Kosovës nuk pati sukses as në përpjekjen e 34 pasi propozimin për të zgjedhur përzëri komisionin për votim të fshehtë nuk mori mbështetjen e deputetëve. 51 deputet votuan për propozimin dhe PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe lista serbe nuk propozuan anëtarët e tyre në komision. Vazhdimi i seancës është planifikuar për të shtunën e orën 10. Lideri i lëvizjes së vetëvendosjes dhe kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti i quajti përfaqësuesit e partive opozitare nomad, sepse siç tha ai, ata nuk duan të kenë shtëpinë e tyre e cila do të jetë kuvendi. Ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Kadri Kryeziu vlerësoi se ngërçi politik në konstituimin e kuvendit krijon një boshllëk serioz kushtetues dhe paralajmëron se nëse nuk gjendet kompromis, bashkia ndërkombëtare mund të ndërhyjë. Ai shpjegon se kur u hartua kushtetuta e Kosovës nuk u parashikua se diçka e tillë mund të ndodhte. Ata duhet të ulen për të biseduar për të gjetur një kompromis duke i vënë interesat kombëtar përpara interesit partijak dhe privat, tha Kryeziu. Para zgjedhjeve lokale do të mbahen në Kosovë me 13 tetor zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi kujton se një nga kërkesat shtesë nga ligji për zgjedhjet lokale është që kandidati për kryetar komune duhet të jetë banori i asaj komune në të cilën kandidon për të paktën 3 vjet. Afati i fundit për regjistrimin e subjekteve politike është nga 26 qershori deri me 13 gusht, tha Elezi dhe shtoi se në zgjedhjet e ardhshëm lokale votimi nga votuesit jashtë vendit do të jetë i mundur vetëm me postë. Koordinatori i grupit punues të Konventës Kombëtare për kapitullin 35, Dragisha Mijačić, vlerësoi se fillimi i punës së bordit të përbashkët për Mitrovicën e Veriut dhe të Jugut në këtë moment synon kryesisht afrimin politik të dy komunave brenda të njëjtës parti politike. Megjithatë, kur bëhet fjalë për funksionalitetin e dy komunave, patjetër që duhet të punojnë për afrimin e tyre rreth projekteve të përbashkëta, tha Mijačić. Aleksandar Rapaić nga Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut thotë se bordi duhet të merret me çështje lokale. Sa i përket hapjes së urës mbi Ibër, Rapaić beson se më parë bashkia ndërkombëtare do të ndalojë një iniciativë të tillë. Analisti politik nga Mitrovica e Jugut Nejmedin Spahiu thotë se dy komunat kanë shumë të përbashkëta dhe së bashku mund të zgjidhin shumë çështje. Lidhur me urën mbi Ibër, ai thotë se hapja e asaj nuk është kërcënim për askënd dhe se do t'i përgjigjej më shumë komunës veriore se asaj të Jugut. Gjykimi në mungesë për krimet e luftës në Mej filloi të hënën në Prishtinë dhe avokati nga Prishtina Artan Çerkini thotë se Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka marrë qëndrimin se gjykimi në mungesë nuk shkel të drejtat e të akuzuarve nëse ndërmerren hapat procedurale paraprakisht në mënyrë që gjykimi mund të mbahet. Ai vure në dukje se personi i dënuar mund të kërkojë rigjykim kur të jetë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore. Para divizionit special
Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 53 të pandehur janë në gjyq për krime të cilët vranë 370 civil shqiptar, në mesin e të cilëve janë edhe general të ish-ushtrisë jugoslave. Moti nesër në Serbi do të jetë mesatarisht i vranë dhe me i freskët me erë të lehtë veri perëndimore, temperatura mëngjesit do të jetë nga 14 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 29 gradë Celsius.